Prindër, mos lejoni që nesër të dalin prej duarve të juaja fëmijë që nuk falen dhe të bëheni mëkatar për nxjerrjen e tij në këtë umet si jo besimtar prej prindërve musliman, dhe atë me pakujdesi dhe mëshirë përmbysëse. I frigojeni ftohtit dhe nuk e zgjoni prej gjumi me namazin e sabahut. I frigojeni nxehtit dhe nuk e lejoni të shkon në namazin e ikindis. Allahu Azza wa Jall thot: Thua ju, zjarri i xhehenemit është edhe më i nxehtë, veç sikur të kuptonin. Ibn Qayyimi, Allahu e mëshiroft, thot: kush e neglizhon edukimin e fëmijës së tij, atë që i bën dobi, vetëm se i ka bërë padrejtësi. Shumica e fëmijëve kanë devijuar në besim dhe moral, si rezultat i neglizhencës së prindërve për të mësuar atyre fenë dhe rregullat e saj. Prandaj, i humbon dhe i shkatërruan kur ishin të vegjël, dhe kështu si bën dobi as vetes së tyre e as prindërve kur u rritën të mëdhenj.